E thatë edhe vetë, pak më herët, se pra aty ku merren votat, aty duhet të qëndrojnë. Sa është korekte kjo, flas për qytetarët të cilët i votojnë, të dy bloqet që i kanë votuar edhe Vlenin edhe Frontin Evropian, që pas i votojnë deputet, pastaj të ketë shkëmbim të deputet. Okej. Shif pak ta sqaroj këtë pjesë, Besian. Tash se shumë mire parashtrove pyetjen tash, pse për atë tjerët nuk vlej ka ki standard ose tjenë ka e pamarashme, nësa në rast se vinte ne, tash shtu, ne kur kemi dal me si koalicion, me platform, me vokacion nacional, duke kërku vota shqiptare. Për ndryshim. Për ndryshim. Kjo ka qenë shumë eksplicite. Dhe kemi marrë vota në emën të Vlenit. Tashte pjesa tjetër, është një hipokrizi që ashtu si është Dinak, hipokrit, mashtrues Ali Ahmeti, krijoi Frontin për shkak se e dinte se si BDI ose vesh me subjektet shqiptare e ka të humbur garën për ballë Vlenit. Dhe çfarë ndodhi? I mori gjithë komunitetet në emër të asaj se po krijojmë një front të përbashkët evropian.